Një jetë e pajetuar, një fëmijë që do të rritet pa baban e tij dhe një bashkëshorte që do të jetojë përgjithmonë me kujtimet e shpatit. Kjo është panorama e trisht familjare në shtëpinë e Shpat Kasapit. Ndarja e papritur nga jeta e këngëtarit ka tronditur jo vetëm familjen e tij, por të gjithë opinionin publik. Shpati kishte një dëshirë që nuk mundi ta realizonte, dhe ajo ishte pjesëmarrja e tij në formatin Big Brother VIP. Edhe gjatë prezantimit të konkurrentëve të këtij formati, u bë me dije se Shpati ishte pranuar si konkurrent, por jeta ndonjëherë duket se nuk të fal. Teksa ka parë këtë moment në televizion, Selvia është prekur dhe ka publikuar mesazhin e saj me Shpatin. Ajo tregon se Shpati po planifikonte të futej në këtë format dhe shqetësimi i tij ishte familja. Në mesazhin e publikuar nga Selvia, Shpati e thot se do të futet në këtë format, por a mundesh ti ta përballosh mungesën time dhe a mundesh të kujdesesh e vetme për Roelin derisa unë të jem në Big? Ndërkohë, përgjigja e Selvies ka qenë: patjetër, do të kem 24 orë në 7 ditë javës përpara syve. Selvia vijoi postimin duke thënë: O Shpat, si ke kaq shpejt? Ne po të prisnim që ti të hyje në Big, ndërsa ti u largove nga jeta përgjithmonë. Po më plas zemra se Roeli të kërkon çdo ditë, të kërkon kudo dhe nuk të gjen. Si mundet ai të rritet pa dorën tënde, pa përqafimin tënd? Si mundem unë të vazhdoj jetën kur ty nuk të kam më pranë? Shpat, më mungon aq shumë se asnjë fjalë nuk mund ta përshkruaj boshllëkun që ti më ke lënë. Me këto fjalë zemre, Selvia e ka mbyllur rrëfimin e saj në rrjetet sociale.